Nis sot Fish Festival, i cili do të zhvillohet në shëtitoren e Sarandës. Sot dhe në 3 mbrëmje të kësaj fundjave, eventi do të duroj atmosferë festive, hapësira panajiri, i degustimit të frutave që vinë prej detit dhe muzike argëtim për të gjithë moshat, për vendas dhe turistë. Përgatitjet nisën prej mbrëmjes së të enjtes. Organizuar nga Bashkia e Sarandës, stendat e gatimit do të shërbejnë që restorantet me përfaqësues të Sarandës dhe Ksamilit të realizojnë në sytë e publikut recetat alternative të gatimit të peshkut. Risi do të jetë prania e masterclass gatimi nga guzhinjer ndërkombëtar. Kulinaria në Fish Festival Saranda 2025 do të dhuroj edhe emocione konkursi në gatim, pasi nga juria ndërkombëtare, Saranda do të kurorëzoj guzhinjerin e vitit 2025-2026. Surpriza e Fish Festival si vjet do të jetë prania dhe spektakli i emrave botror të somalierëve të verrave franceze. Ata do të realizojnë vin testing që pritet të zgjojë interes të publiku i gjerë. Ndërkaq, skena dhe ekrani madh do të jetë vendi ku do të gjenerohet muzika argëtuese, shoqëruese e eventi tipik Fish Festival. Në 3 netët e këtij eventi do të performojnë grupi muzikor Orkestra nga Kosova, këngëtari i famshëm Drena Bazi me grupin e tij Zigzag, këngëtari i dashur i rinis Sardi Struga e të tjerë. Çdo mbrëmje 2 banda muzikore do të ekzekutojnë live për publikun, ndërkohë strukturat metalike në shëtitore do të shërbejnë si eksponant për muzeun e peshkimit, i cili një vit më parë u instalua në galerinë Art Saranda. Fish Festival vjen si një gjetje inovative për të bërë çeljen zyrtare të sezonit Ver 2025 në Sarandë.